për bujqësi nuk ka ndërhyrje, shkojmë Jo, më tutje. vetëm pak, ka ndërhyrje, të lutem. Ndërhyrje me kryetarin. Po, kam një... Urdhra? Është e qartë që subvencionet, kur po ndahen, bujqi po degradohet në që drejtim. Po? Subvencione, ekziston një rregullore që një bujk nëse merr në vitin 2024, në 2025 se nuk ka drejt me apliku. Ka bujk që ka marrë për 2 herë radha zi multikultivator. Po keq përdoren edhe ato multikultivatorët, ka qytetari cili jeton katin e 5 në Suareg në qytet e ka pas multikultivatorin në Ballkan, qytetit. Domthonë në këtë formë po degradohet bujki në komunën e Suaregës, e përmeni edhe kryetari, unë e di që ka boni marrëveshje, këto janë mendimi e mos që këto janë marrëveshjet para fushatës për lopë cila do të subvencionohen. Jo, edhe për lopë e ka boni marrëveshje me një kompani e cila do t'i shpërndan 50 lopë këtë vit. Inshallah nuk e ka ndërmen me zgjedhë edhe mis lopën. Inshallah nuk e ka ndërmen me zgjedhë edhe mis lopën. Po, inshallah po tham nuk e ka ndërmen me zgjedhë mis lopën, sepse janë është për çudi. Unë mendoj që subvencionet do të me pas një kujdes veçantë si po ndahen. Kështu që kryetari Muharremaj e ka ndikimin edhe ka pas ndikimin edhe të drejtorët e vet që subvencionet nuk kanë shkuar në drejtimin e duhur. Urdhra përgjigje kryetari